Moj motor. Janë shumë kujtime të bukura. Jam shumë e gëzuar, por njëkohësisht edhe më mungoni. Sot bëra 15 vjet. Vazhdimisht telefonatat ishin. Ju thosha, jam në Itali, por nuk e besonin. Nga që unë bëja shaka gjithmonë, motra. Më mungoni të gjitha, por në veçanti ti, motra ime dashur, Gjemi, I love you, ti voglio tanto bene. Më mungoni, por ndjehem shumë krenare, sepse 15 vjet për mua janë një domethënie shumë e madhe. Mësova se si është jeta e kurbetit, mësova se si është bukur të mësosh gjuhën e një shteti të huaj, kulturën, edukatën, sepse edhe shteti italian ka kulturën e vet, edukatën e vet, ka shumë gjëra të bukura. Gjithsesi jam munduar të marr gjërat më të bukura, sepse më krijojnë personalisht mua si njeri, si grua. Dhe kam nevojë akoma të mësoj, të zbuloj. Kjo është e gjitha, motor. Vazhdoj shëtitjen unë sot, Gjithsesi ishte një gëzim i madh që shkova dhe në shkollë, kur I thash profesoresës, Maria, tha Anila, ke na I lajm të mirë për të më dhënë, tha se dukesh në sy, tha të shkëlqej syt. Po, I thash unë, lajmi I ditës është se sot bëj plot 15 vjet që jam këtu. Dhe jam shumë krenare që sot po festoj vitin e 15 me ty, mësuse e dashur. U emocionu jashtë masë mësusja. Gjithashtu edhe telefonatën që e bërë edhe ti me mua dhe me mësusen ishte shumë bukur, emocionua. Tha sa I mirë motra jote, sa e bukur. Të puç motra fort. Këtu po bokan punimet motra. Të puç, love you.